kur gjithçka duket e vështirë, një përqafim psikologjik për shpirtin e lodhur. Ka ditë kur thjesht nuk mundemi më. Ditë kur pesha e gjithçkaje që mbajmë brenda nesh bëhet e padurueshme dhe zemra na flet vetëm me heshtje. Në këto momente, edhe frymëmarrja duket si një përpjekje. Dhe është krejtësisht në rregull të ndihesh kështu. Do të jesh mirë. Ndoshta jo sot, por një ditë, me siguri po. Kjo nuk është thjesht një frazë ngushëlluese. Është një kujtesë e butë që gjithçka që po kalon është kalimtare. Ndjenja e lodhjes, e boshllëkut, dëshira për të dorëzuar, të gjitha janë pjesë e përvojës njerëzore kur jeta bëhet e rëndë. Dhe nëse po e ndjen këtë tani, dije se nuk je i vetmuar. Shpesh i tregojmë vetes histori të rrepta. Duhet të isha më mirë. Duhet të jem më i fortë. Por në realitet jemi duke bërë më të mirën që mundemi, me rrethanat që kemi, me plagët që mbajmë, me zemrën që her pas here thyen veten për të mbajtur të tjerët. Mos e fajso veten që je lodhur. Lodhja nuk është dobësi, është dëshmi që je përpjekur. Shkenca psikologjike na tregon se ndjenja e lodhjes emocionale është pasojë direkte e stresit të zgjatur, shpesh e padukshëm, që grumbullohet për ditë, javë, muaj. Kur ndjen se je në buzë të dorëzimit, nuk do të thotë që je i dobët, do të thotë që ke qenë i fortë për shumë gjatë pa ndalur. Dhe ja ku vjen momenti i kthesës, duhet të lejojmë veten të pushojmë. Të qajmë. Të ndalojmë. Të mos jemi produktiv për një çast. Sepse edhe trupi më i fortë ka nevojë të rikuperohet. Edhe mendja më e ndritur ka nevojë për qetësi. Edhe zemra më e guximshme ka nevojë për ngrohtësi. Kështu që nëse po ndihesh si të heqësh dorë nga gjithçka, mos e bëj. Jo sot. Jo pa pushuar pak më parë. Jo pa i thënë vetes, unë jam më shumë se sa kjo ndjenjë e përkohshme. Sepse je më i fortë se ç'mendon. Dhe ndoshta nuk e sheh tani, por unë besoj në ty. Bota ka nevojë për zemrën tënde, për buzëqeshjen tënde, për frymën që sjell. Edhe nëse askush nuk ta thotë çdo ditë, le ta dëgjosh tani. Po, ti je i vlefshëm. Po, ti meriton dashuri, qetësi dhe dritë. Dhe një ditë, ndoshta shumë shpejt, do të shikosh pas dhe do të thuash, ja ku jam. E mbijetova. Derisa të vijë ajo ditë, të lutem, je i butë me veten.